Zona e Dibrës, ashtu si zonat e tjera të vendit tonë, Kuksi, Tropoja e Malësia e Madhe, njihen për mbledhjen e Boronicës së Egrë në Malë. Në Dibër ka njësur mbledhja dhe shitja e Boronicës së Egrë, ku banorët e fshatrave që kanë bjeshkët me Boronicë afër kanë siguruar sasinë e parë. Emru Shlahi nga fshati i Ilnici, njësisë administrative Mela në Bashkinë Dibër, sapo ka sjellë në qytetin e Peshkopis sasinë e parë të Boronicës së Egrë. Përveç mungesës së fuqisë blerëse, Emrushi thotë se po përballet me një problem tjetër, ato të moslejimin nga ana e policisë bashkiake ta shes në hapësirë publike. Por për këtë ai thotë se është i detyruar pasi qytetit të Peshkopis i mungon një treg i mirëfillt për shitjen e produkteve bujqësore, qofshin të kultivuara apo të egra. Jetojmë me bimë mjekësore, mundem të mbledhim me shit, po këtu kemi pas shit deri par vjet kemi pas shit këtu ke prefektura, po tani bashkia nuk lejon se kujtojnë se do bëmi zëngina me Boronicë. Dalim këtu nuk në lenë, nuk kërkim në gjatë madhe, vetëm deri nga fundi gushtit me në lenë këtu me shqit Boronicë. Boronicë ka tash zëti ka thonë bodhë, po ku nuk ke trekshitje, si nuk ka është njësoj. Po familjen duhet me mbajtë, se duhet me punu. Zhjëm 4 të mëngjesit, dal këtu për në pazar, një nga ora 7:30, hajde rri këtu, pas të vim policia bashkake, hiq kovat, se nuk në lenë me shit. Ajo është kryesorja. Një vend ku ta tregtojmë Boronicën edhe nuk dun gjë tjetër. Nuk kërkem as punë, as karika, as zhirë. Një treg ketë, ta din njerëzit ku shitet Boronica. Jam me gjithë shunin edhe kam në nusën, po veti treti. Kilën e mba me shumis 7.000 lek. Pastaj, si mbas cilësisë Boronicë shitet ka edhe çmimin. Tregtarët e mëdhet e shesin 9-10, kur thonë ai që e mbledh nuk nxjerr, kur thonë ditën, nuk nxjerr ditën. Tregtari mas se kush ka lek, unë i ka të gjitha. Vend tregu për të shit Boronicën, nuk kërkoj mas si gjë më shumë. Vetëm vend tregu. Aktualisht çmimi 1 kilogrami Boronice e egrë në qytetin e Peshkopis tregtohet me 700 lek, thuajse po aq sa viti i kaluar.